Sytë tuaj janë e vetmja pjesë e trurit tuaj e ekspozuar drejt për drejt ndaj botës së jashtme. Dhe kur dikush I shikon, është sikur po përpiqet të lehtësojë mendimet tuaja më private pa lejen tuaj. Ai presion që ndjeni në gjoks kur shikimi I dikujt zjarr për më shumë se 3 sekonda, ka një shpjegim shkencor interesant që shkon përtej drojës së thjeshtë. Sot do të zbulojmë pse kontakti me sy mund të kalojë nga një lidhje e thellë në një pushtim të plot të hapësirës suaj personale brenda pak milisekondash. Por së pari, dua t'ju ftoj të bashkoheni me komunitetin ton. Regjistrohuni tani, aktivizoni njoftimet dhe lini një pëlqim. Le të fillojmë. Le të kthehemi në fillim. Paraardhësit tan jetonin në një mjedis ku të vëzvonin pothuajse gjithmonë. Do të thoshte se ishe pre ose armik. Në natyrë, kontakti I drejt për drejt dhe I zgjatur me sy është një shenjë sfide ose agresioni të afërt. Kjo është arsyeja pse kur dikush na shikon sot, truri ynë primitiv, konkretisht një zonë e quajtur amigdala, aktivizohet menjëherë. Amigdala është si një roje sigurie që nuk fle kur dhe është përgjegjëse për përpunimin e emocioneve, veçanërisht frikës. Ky radar biologjik është aq I saktë saqë nuk kemi nevojë as ta shikojmë drejt për drejt personin tjetër për të ditur se sytë e tij janë mbi ne. Me siguri e keni përjetuar atë ndjenjë shqetësimi ndërsa ecni në rrugë, një lloj shqise të gjashtë që ju detyron të ktheni kokën. Ajo që ndodh është se sistemi ynë vizual përpunon shikimet periferike me një shpejtësi të mahnitshme. Dhe kjo na çon në një pikë interesante rreth evolucionit njerëzor. Ndryshe nga shumë kafsh, njerëzit kanë një pjesë të bardhë të syrit shumë të dukshme, të quajtur sklera. Në natyrë, kjo do të ishte një dobësi, sepse do të zbulonte se ku po shikojmë. Por për ne, u bë një mjet jetësor komunikimi. Fal kësaj pjese të bardhë, ne mund të dimë saktësisht se ku është fiksuar shikimi I njerëzve të tjerë. Kjo transparencë na lejoi të bashkëpunonim më mirë si specie, por gjithashtu na bëri jashtëzakonisht të ndjeshëm ndaj të qenit në qendër të vëmendjes. Është vërtet e pabesueshme se si biologjia jon e ka dhënë përparësi kontaktit me sy mbi aftësitë e tjera shqisore. Disa studime sugjerojnë se kemi neurone specifike që aktivizohen vetëm kur dikush na shikon drejt për drejt në sy. Kjo do të thotë se jemi të programuar të reagojmë. Kur ky kontakt zgjat më shumë se zakonisht, truri fillon të lëshojë një përzierje kimikatesh që ju përgatisin për një përgjigje të menjëhershme. Nuk është diçka që mund ta kontrolloni me logjik. Është një valë brendshme që ju thotë se diçka e rëndësishme po ndodh. Kjo ndjeshmëri është aq e mpreth sa mund të ndjejmë edhe dikë që na shikon përmes një dritareje ose në një vend të mbushur me njerëz. Është ai presion I padukshëm që na detyron të veprojmë, të lëvizim ose të ndërpresim kontaktin me sy për të rifituar ekuilibrin ton emocional. Në fund të fundit, kjo shqetësim është një shenjë se sistemi juaj I alarmit po funksionon në mënyrë të përsosur, duke mbrojtur hapësirën tuaj personale në një botë plot me stimuj të vazhdueshëm që konkurrojnë për vëmendjen tuaj. Kur ato sy të përqendrohen tek ty, trupi yt e interpreton këtë si një përballje të afërt. Fillon të ndihesh zemrën tënde të rrah pak më shpejt dhe pëllëmbët e duarve mund të djersiten pak. Kjo është ajo që ekspertët e quajnë reagimi lufto ose ik. Qoftë në një zyrë moderne apo në një kafene të qetë, ai instinkt biologjik është ende aty, duke na kujtuar të jemi vigjilent. Është e pabesueshme se si diçka aq e vogël sa lëvizja e irisit të dikujt mund të shkaktojë një stuhi kimike brenda nesh. Dhe nuk është vetëm një ndjesi kalimtare. Ka një rritje të vërtet adrenaline dhe kortizoli që rrjedh nëpër venat tuaja. Është I njëjti mekanizëm që aktivizohet kur një grabiqar na ndjek nga shkuret. Sot, grabiqari mund të jetë një I huaj në autobus, por truri juaj nuk e di ndryshimin. Për më tepër, ky fenomen intensifikohet nga diçka që quhet efekti I shikimit. Është vërtetuar se kur perceptojmë se dikush po na shikon, truri ynë hyn në një gjendje hipervigjilencë. Është sikur një dritë prozektorësh ndriçon mbi ne dhe çdo lëvizje jon analizohet dhe gjykohet. Ky presion shoqëror është ajo që na bën të veprojmë gathët.
A e keni vënë re se kur e dini se dikush po ju shikon, edhe ecja duket e vështirë? Papritmas, haroni si t'i lëvizni krahët natyrshëm, ose si të mbani një fillshan kafeje, pa ju dridhur dora. Është pesha e shqyrtimit të tjerëve që prish rrjedhshmërinë tonë natyrore. Për më tepër, ekziston ajo që ne e njohim si hapësirë personale, jo vetëm fizike, por edhe psikologjike. Kontakti me sy është një formë intimiteti. Kur e shohim dikën në sy, po krijojmë një urë të drejtpërdrejt me botën e tij të brendshme. Nëse ai person është dikush që e duam, si partneri ynë ose një antar i ngushtë i familjes, ai shikim na bën të ndihemi të sigurt dhe të dashur. Megjithatë, kur një i huaj kalon atë kufi i paftuar, ndjejmë se privatësia jon po shkelet. Është sikur dikush të ketë hyrë në shtëpinë tënde pa trokitur. Ndihesh i ekspozuar dhe i prekshëm. Ky pushtim është kaq i fuqishëm sepse syt konsiderohen si dritare të shpirtit, për një arsye biologjike. Nëpërmjet tyre, ne zbulojmë qëllimet tona të vërteta dhe gjendjen emocionale. Kur dikush na shikon pa thënë asnjë fjalë, kontrata shoqërore e reciprocitetit prishet. Normalisht, një vështrim shoqërohet me një buzëqeshje ose një përshëndetje që e zbut ndërveprimin. Por heshte e kombinuar me një vështrim të fiksuar, krijon një boshllëk informacioni që mendjet tona e mbushin me skenar negativ. Ne fillojmë të pyesim veten se çfarë po kërkojnë tek ne, ose çfarë sekretesh mendojnë se kanë zbuluar. Kjo mungesë kontrolli mbi atë që percepton personi tjetër është ajo që gjeneron atë ankth ekzistencial. Ne ndjejmë se diçka nga thelbi ynë po na vidhet pa pëlqimin ton. Është një luftë e padukshme për dominimin e hapësirës së përbashkët, ku shikimi është arma kryesore. Shkenca ka treguar se mbajtja e kontaktit me sy me një të panjohur për më shumë se 3 sekonda krijon tension të padurueshëm për shumicën e njerëzve. Pas kësaj kohe, truri fillon të kërkojë të dhëna se pse personi ende po më shikon. A ka diçka në fytyrën time? A më njohin diku? A duan të më lëndojnë? Këto pyetje na përmbytin mendjet dhe na nxjerrin nga zona jon e rehatisë. Dhe më thuaj, a je nga ata persona që mbajnë kontaktin me sy, apo preferon të shikosh diku tjetër për të shmangur tensionin? Ndani përvojën tuaj në komente. Dhe nëse nuk e keni bërë ende, abonohuni, aktivizoni njoftimet dhe lini një pëlqim. Le të vazhdojmë. Një faktor tjetër shumë i rëndësishëm është ngarkesa kognitive. Të shikosh dikën në sy kërkon që truri ynë të përpunojë një sasi të madhe informacioni njëkohësisht. Ne duhet të interpretojmë zgjerimin e bebzës së syrit, lëvizjen e qepallës dhe mikroshprejet që ndodhin në milisekonda. Nëse po përpiqemi të mendojmë për diçka të rëndësishme ose të mbajmë një bisedë komplekse, shikimi i personit tjetër mund ta mbingarkojë procesorin ton të brendshëm. Kjo është arsyeja pse shpesh shikojmë lart ose anash kur përpiqemi të kujtojmë një fakt ose të shpjegojmë një ide të vështirë, thjesht duhet të lirojmë hapësirë mendore. Kjo na çon në një pikë shumë interesante rreth mënyrës se si funksionon vëmendja jon. Kur dikush na shikon, truri ynë hyn në një modalitet përpunimi me intensitet të lartë. Nuk është vetëm se po shikojmë një palë sy, po përpiqemi të deshifrojmë një kod kompleks emocionesh dhe sinjalesh sociale në kohë reale. Ky përpjekje mendore është aq e madhe saqë nëse shikimi vazhdon shumë gjatë, aftësia jon për të kryer detyra të tjera mendore thjesht shembet. Është sikur një aplikacion në telefonin tuaj po konsumon të gjithë memorien dhe pjesa tjetër e funksioneve fillon të ngadalsohet. Kjo është arsyeja pse, kur dikush na shikon me vëmendje ve vazhdimisht, ndihemi sikur po humbasim gjurmët e asaj që po themi, ose se jemi bllokuar plotësisht. Është një mekanizëm mbrojtës për të parandaluar që sistemi ynë të shëmbet në mpeshën e kaq shumë informacionit që nuk kërkuam ta përpunojmë. Gjithashtu duhet të flasim për vetëdijen. Kur ndihesh i vëzguar, papritmas bëhesh shumë i vetëdijshëm. Fillon të mendosh se si dukesh, si lëviz dhe nëse po bën ndonjë gjë të çuditshme.
Ky presion i të gjykuarit është ajo që krijon shqetësim. Ndihesh si një aktor në skenë që nuk i ka provuar vargjet e tij. Për njerëzit që vuajnë nga ankthi social, kjo amplifikohet 10 fish. Për ta, një shikim nuk është thjesht një gjest, është një gjykim në pritje, që i bën të ndihen sikur janë në një mikroskop të vazhdueshëm. Kjo ndjesi e të qenit në dritën e dritës krijon një hendek midis asaj që jemi dhe asaj që projektojmë. Kur jemi vetëm ose me dikë që i besojmë, lëvizim me një natyrshmëri që as nuk e vërejmë. Por në momentin që i dallojmë ato 2 pika fikse të fokusuara tek ne, mendja jon fillon të bjerë kambana alarmi. A janë flokët në rregull? A kam diçka të mbërthyer në dhëmb? A duket e çuditshme sjellja ime? Kjo breshëri dyshimesh në vetvete na shteron energjinë emocionale. Është një fenomen psikologjik që na detyron ta shohim veten nga jashtë, sikur të ishim një objekt që po inspektohet në një vitrinë. Për shumë njerëz, kjo humbje e spontanitetit është aspekti më shqetësues i të qenit të vëzguar. Ndjejmë se natyrshmëria jon po vidhet dhe detyrohemi të vendosim një mask për të mbrojtur veten nga një gjykim që mund të mos jetë duke ndodhur, por që mendja jon e ka marrë tashmë. Edhe kultura luan një rol vendimtar. Në disa pjesë të botës, të shikosh me vëmendje konsiderohet mungesë respekti, ndërsa në të tjera është një shenjë ndershmërie dhe transparencie. Por pavarësisht nga prejardhja juaj, kontakti i tepërt me sy do të shkaktojë gjithmonë atë alarm të vogël të brendshëm që na tregon se diçka nuk shkon. Është një valle delikate shoqërore, ku duhet të dim kur të shikojmë dhe kur të shikojmë diku tjetër për të ruajtur harmoninë. Nëse i hedhim një sy zakoneve të vendeve të ndryshme, mund ta kuptojmë më mirë këtë përplasje. Në shumë kultura lindore, të shikosh poshtë është një shenjë njësjelljeje dhe pranimi të autoritetit. Të shikosh me vëmendje një epror konsiderohet një shkelje serioze e etiketës, pothuajse një akt agresioni. Në të kundërt, në pjesën më të madhe të botës perëndimore, na është mësuar se të shikosh dikë në sy është një shenjë se nuk ke asgjë për të fshehur. Megjithatë, edhe në këto shoqëri ekziston një kufi i padukshëm. Nëse e kalon atë vijë prej 4 ose 5 sekondash kontakti me sy, pa një arsye të qartë, ndershmëria bëhet një kërcënim. Është një ekuilibër kaq delikat sa që mësojmë pothuajse në mënyrë të pavëdijshme që nga fëmiria. Kur dikush i thyen këto rregulla të pashkruara, kjo krijon disonancë njohëse. Nuk dim si të reagojmë, sepse personi tjetër po përdor gjuhë shoqërore që nuk i përshtatet situatës, dhe kjo mungesë e normaliteti është ajo që prodhon një neveri të menjëhershme. Së fundmi, disa njerëz përdorin shikimin e fiksuar si mjet pushteti. Ata e dinë shumë mirë se kjo ju bën të ndjeni në siklet dhe e përdorin atë për të dominuar situatën ose për të friksuar të tjerët. Është një taktik shumë e zakonshme e kontrollit psikologjik në negociata ose edhe në situata nga çmimi. Duke mos e larguar shikimin, ata po dërgojnë mesazhin se janë ata përgjegjës dhe se ju jeni ai që duhet të dorëzoheni. Të kuptuarit e kësaj na ndihmon të lehtësojmë disi atë presion dhe të kuptojmë se shqetësimi nuk është faji ynë, por një reagim natyror ndaj sjelljes pushtuese. Herën tjetër që dikush të shikon shumë, mos haro se është amigdala jote që të paralajmëron të jesh i kujdesshëm dhe se ke të drejtë të kërkosh hapësirën dhe paqen tënde. Nëse ju pëlqeu kjo video, do ta vlerësoja shumë nëse do të abonoheshit, do të aktivizonit njoftimet dhe do të linit një pëlqim. Shihemi së shpejti.